والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sonte vazhdojmë me një sahabi të ri, një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam më të dalluar, me dije, me devotshmëri, me sakrificë në fenë e Zotit. Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu. Besoj që shumë prej muslimanëve kanë dëgjuar emrin e tij, pasi që ka transmetuar hadithe të shumta nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe është një prej sahabëve që ka tregime të shumta po ashtu me profetin sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu është llogaritet prej shokëve të pejgamberit ose prej sahabëve të parë ose prej të parëve të cilët e kanë pranuar Islamin. Madje siç e tregon Ibn Hibani në Sahihun e tij, thot vetë transmetimin prej Abdullah ibn Mas'udit se ai ka thënë se un kam qenë i gjashti prej 6 parëve që e kanë pranuar Islamin në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk ka pas në atë kohë musliman përveç neve. E forcon këtë fjalë të Ibn Mas'udit edhe vetë transmetimet e tjera të përmendura nga shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se Abdullah ibn Mas'udi e ka pranuar Islamin akoma pa hyrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në shtëpinë e Arqamit, Al-Arqam ibn Abil Arqam. Dhe kena përmendur në ligjëratat e tona se para se me fillu dersat e pejgamberit në shtëpinë e Arqamit, ata që e kanë pranuar Islamin mesin e shokëve pejgamberit kanë qenë të numëruar në gishta. Dhe nuk ka dyshim se Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu ka qenë njëri prej atyre personave. Kurse mënyra ose tregimi ose arsyeja pse e ka pranuar Islamin ose se e ka pranuar Islamin Abdullah ibn Mas'udi është përmendur në Musnedin e Imam Ahmedit dhe Musnedin e Ebu Ja'las se një herë ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ky ka qenë bari i një prej zotrive të Mekës që është quajtur Uqba ibn Abi Mu'ayt, dhe ka qenë duke i rujt delet e tij. Pastaj ka shku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe me Abu Bekrin dhe ka kërkuar prej Abdullah ibn Mas'udit që mi dhon diçka, mi dhon qumsh prej njerëz prej deleve që i ka prezant. Ky thot, unë thot jam vetëm rojtar, vetëm bari i deleve, nuk kam leje mi dhon dikujt atë qumsh prej pronarit. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thot, a ki ndaj dele që hala nuk është barë dhe hala nuk ka fillu me dhon qumsht? Thot po, thot atëherë ma sjellat. Abdullah ibn Mas'udi asjell atë dele, pejgamberi sa ndërmon hala pa fillu me pas kingja ose me pas gjie dhe me pas qumsht, dhe pejgamberi sa me prek gjindin e delës, ban dua dhe fillon me u mbush me qumsht. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bin Abu Bekri dhe më pas pejgamberi sa mi thot ndalu tash dhe pastaj ndalet. Ky kur e shef këtë mrekulli pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, më njëherë interesohet për dijen që e ka pa te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe pastaj thot pejgamberi sa mëso mu diçka prej asaj që ti e din. Dhe këtë moment e ka pranuar Islamin. Momenti që ja ka treguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe pejgamberi sa ja ka dhënë edhe një lajm të mirë, një seharesht, një noft bukur, ka thonën ente gulamun muallam. Ti je fëmijë i ditur. Ti je fëmijë i ditur. Për arsye se është kujdes në çato momente, më njëherë kujdes për me marr dije për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është veçori po ashtu Abdullah ibn Mas'udit që ndoshta shumë pak sahabi, po ashtu në gishta më një, që ka qenë shumë i afërt me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam.
ka qenë shumë i afërt deri në atë mos, saqë pejgamberi s.a.s. i ka dhonë leje me hinë shpit tina, me nejt me familjen e tij, me dëgju fjalë që i bojnë ata muhabet, çfarë do teme që ata banë edhe temat private. Veç i ka thonë momentin që une të ndaloj me dëgju diçka që është tepër sekrete, tepër private, tepër interne, atëherë në rregull. Për ndryshe ti ki leje, çka do që bëjmë në muhabet shpiton ti ki leje me dëgju. Kjo nuk është dhonë përveç se të afërmëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye Ebu Musa al-Ash'ari, që transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi në sahih të tyre, thot kur komartët me pe Yemenit, thot aq shpesh e kum pa Abdullah ibn Mesudin tu hitë pejgamberit sa, tu dal pe ti, tu dal, saqë ku menu që është pjesë e antarëve të familjes. Se kum di që është dikush tjetër, ku menu që është pjesë e antarëve të familjes të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu pe veçorive të Abdullah ibn Mesudit është se ka marrë pjesë në gjitha luftrat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo tregon trimërinë dhe kujdesin e tij. Domethënë prej Bedrit e gjitha tjerat. Gjithashtu ka bërë 2 hijretet, edhe kena treguar që edhe kjo është vlerë, çdo herë është përmend pi vlerave të shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka marrë pjesë edhe në hijret. Për arsye se çush e dini, hijreti nuk ka qenë çështje e thjeshtë, nuk ka qenë çështje e lehtë. Me bëj hijret për hir të Allahut, me lënë shtëpinë, pasurinë, çdo gjë që ke në Mekë, kujtimet e tua, familjen tënde dhe me shku dikun që ti nuk e din ku ke me përfundu. Me marrën detin edhe me shku në Etiopi, domethënë me gjitha ato rrezike Abdullah ibn Mesudi ka qenë njëri prej atyre që i ka bëu 2 hijretet. Edhe në Etiopi kur kanë shkuar në Habeshe, shokët e pejgamberit, pastaj edhe prej Habeshes për Medinë, dhe s'ka dyshim se ata që kanë arrit me bëu hijret për hir të Allahut, ata e kanë një problem special, të veçantë prej anës Zotit, nga se Zoti i përmend Kur'an si muhaxhir. Si muhaxhir dhe vlerën speciale ja dedikon kësaj kategorie shokëve të pejgamberit, për arsye se kanë sakrifikuar çdo gjë për me emigru në mënyrë që me rujt fejnë e tëne. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu ka qenë njëri prej tyre. Vlera e Abdullah ibn Mesudit është e madhe, domethënë është përmend në hadithet pejgamberit sa shokëve të pejgamberit sa po ashtu. Është temë gjatë, është temë e madhe, por unë do të mundona disa prej pikave ose disa prej fragmenteve të shkoqis nga hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që tregojnë vlerën e tij. E para është ajo që është transmetuar në Sahihun e Buhariut dhe Muslimit, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka nxit shokët e tij që ta marrin Kur'anin në njërin prej 4 shokëve të tij. Dhe të parin e ka përmend Abdullah ibn Mesudin. Ka thonë mirën e Kur'anin, nëse doni me marr Kur'anin, mirën e prej Abdullah ibn Mesudit, mësoni Kur'anin te Abdullah ibn Mesudi, te Muadhi, te Ubej ibn Ka'bi dhe te Salim Maula Abi Hudhaifa. Po ashtu, transmeton Imam Ahmedi në Musnedin e tij, thot Abdullah ibn Mesudi, thot Abu Bekri dhe Umeri e kanë përgëzuar një herë Abdullah ibn Mesudin dhe kanë thënë, a ke dëgjuar se pejgamberi sa më ka thënë për ty që kush ka qef me lexu Kur'anin të freskët siç ka zbrit, ata le të shkojnë le ta lexojnë te Abdullah ibn Mesudi. Në ky rast ka një tregim. Ka qenë një herë Abdullah ibn Mesudi duke u falë në xhami. Ka ardhur pejgamberi sam, kanë qenë me Umerin edhe me Abu Bekrin edhe me Umerin me një udhtim. Kanë ardhur në xhami e kanë gjetur Abdullah ibn Mesudin duke u falë. Dhe ju ka pëlqyer namazi i tij. Pastaj Abdullah ibn Mesudi mas namazit ka bëu një lutje, ka bëu dua. Përderisa pejgamberi sa ka pa që Abdullah ibn Mesudi ashtu bëu dua, i ka thonën pejgamberi sa ka thonën is'al tu'ta. Lëp që dua shka dush, pe largit pejgamberi sa ka thonë, lëp që dua shka dush se do t'ipët. Do të pranohet lutja. Abdullah ibn Mesudi se ka ni. Po pejgamberi sa ka thonë kur e ka ni që ashtu bëu, kur e ka pa që ashtu bëu dua, ja ka thonë që të përgëzim. Dhe pastaj të nesër dhe më kjo ku natë, këta kanë shku pastaj në shtëpi. Në sabaherët ka shku Abu Bekri me përgëzua Abdullah ibn Mesudin.
I ka thonë, apo të kujtohet për unë që të pam? Po, te u fale, po, tani bën e dua, po. Apo më ka thënë çfarë lutje e kun të e bo, se pejgamberin e kom një të thonën, lëp, çat lutje shka jetu lyp se do të pranohet. Ka thonë, vallahi, ka thonën, unë e kom bo lutje, o Zot, m'jep të mira që nuk përfundojnë. Dhe ma jep mundësinë që shoqërohem me dërguarin tonë pejgamberin sa në a'la al-janna, në xhenetin më të lartë. Thatë unë e pata shef me armë të përgëzu, që pejgamberi sa përdesa ti e kun të e bu këtë dua, thot e ka thonë këtë fjalë dhe të ka përgëzu ty që ti bëj çfarë do duaj se do të pranohet. Pastaj thot Ebu Bekri thot e kum nitët pejgamberi sa të thonën që kush don me lexu Kur'anin, domthon ky hadithi, kush don me lexu Kur'anin të freskët, tamam çashtu ka zbrit, le ta lexojnë te Abdullah ibn Mesudi. Është interesant, edhe Umeri, pasi që të dy të kam po këtë tregim, edhe Umeri ka shku ma vonë me përgëzu Abdullah ibn Mesudin. Kur e ka gjetë Abu Bekrin atë. Ka thonë, o Abu Bekr, kur së mund me të kalu tyje. Shiqo sa bukur, vllazni. Dy sahabi me vlerë më të veçantë te pejgamberi te Islami, te muslimant, domthon jon shty ose jon gajlu qysh me shku me përgëzu një sahabi tjetër që pejgamberi të ka përmend për mirë. Çfarë zemra janë këto? Për shembull, jo me pos hased, jo me pos zili, që s'vjen shprehje. Po ka mujt për shembull me thonë, hajt se ku ta shoh vallai Mesudin i kallzoj. Unë e shoh ose në xhami ka me po drek, ose ka me po një kindi, ose ka me po në akşam ose një aci. Ato këtë bashkë falë pejgamberin alayhis salam. S'ka prit Abu Bekri. S'ka prit Omeri. Ju ka duk larg me prit deri në drek. Kanë shkuar Abu Bekri me sabaherët, Omeri mas tina, po faktikisht kur ka shkuar Omeri Abu Bekri vetë që ka kryer meselën. Kanë shkuar dhe kanë deshur me përgëzu Abdullah ibn Mesudin me këtë përgëzim që ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Domthon kjo është tregimi i këtij hadithit, po ashtu hadithi tjetër thot domthon ajo që e keni dëgjuar të gjithë është rasti kur Abdullah ibn Mesudi ka hyp me një deg, me një pemë, edhe Abdullah ibn Mesudi ka trupi i tij ka qenë i zajt shumë. Ka qenë edhe i zajt, edhe i shkurt, edhe pamjen nuk e ka pas të bukurt, domthon pamjen e pashme ose të bukur. Kur ju ka shplu galebia, domthon dej nalt, dej te guni kanalt, shokët e pejgamberit ja kanë pa komt edhe ju ka ardhur interesant se kom shumë të holla. Edhe kanë filluar me qesh, ju ka ardhur interesant. Ajo është e natyrshme, domthon kur e kanë pa ju ka duk diçka për më qesh. Pejgamberi më ka vrejt. Ka thonë çka po qeshni? Ka thonë po na kesh kur ja pom komt Abdullah ibn Mesudit. Domthon shumë të holla. Thot pejgamberi sa vallahi thot. Kom të Abdullah ibn Mesudit peshojnë të Zoti ma shumë se kodra Uhudit. Peshojnë të Zotin, ditën e gjykimit, peshojnë e Zotit ma shumë se kodra Uhudit. Domthon kjo është edhe një lloj përgëzimi me xhenet. Pse se nëse çashtu peshojnë komtë e Abdullah ibn Mesudit, atë çish ka mundësia i mos më kon xhenetli. Çish ka shans mos më kon xhenetli. Për këtë arsye, domthon ky hadith i pejgamberit është një prej përgëzimeve më të mëdha për gojës pejgamberit për Abdullah ibn Mesudin. Dhe ka mjaftuar që kjo si përgëzim pe anës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu për i vlerave të Abdullah ibn Mesudit është se që tregon ai vet, thotë që e ka marrë këtë Kur'an që treguam deri tash, e ka marrë direkt nga goja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Abdullah ibn Mesudi, thot, e ku marrë direkt, e ku mësu direkt nga goja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i kum këndu prej tij, i kum marrë prej tij më shumë se 70 sure të Kuranit. Nuk e di, unë në bazë të leximit nuk e di a ka pas çet shans ndaj kush prej shokëve të tjerë, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk e di a ka mriqet pozit ndaj kush prej shokëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mi marr më shumë se 70 sure, mi mësu direkt prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ja lexu edhe ai me të përmisu edhe me thonën në rregull është vazhdo kështu. Domthon deri në disa sure ka shumë sahabi
që kanë shku, i kanë lexuar para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po më shumë se 70 sure nuk di që ka dikush tjetër përveç Abdullah ibn Mesudit. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përveç që e ka përmirësuar leximin e tij, domthonë ja ka dhënë Kur'anin direkt prej gojës në gojë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas shef edhe me lexu Kur'an Abdullah ibn Mesudin prezencë të në. Njëherë kanë qenë bashkë duke ndajt pejgamberi me shokët e vet, edhe i ka thonë Abdullah ibn Mesudit lexon Kur'an. Abdullah ibn Mesudi ka thonë çysh unë me të lexu ty kurse ty të ka zbrit. Masi të ka zbrit ty, ja vlen ti me lexu, jo unë para teje. Ka një vetën poshtë me lexu Kur'an para pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi sa ka thonë ne kam çef me ngu Kur'anin pe dikun tjetër. A mos i ka thonë tjerëve, i ka thonë Abdullah ibn Mesudit. Unë ka veçu Abdullah ibn Mesudin me leximin e Kur'anit, pastaj Abdullah ibn Mesudi lexon edhe është e njohur domthon tregimi i tij. Prej vlerave tjera po ashtu të Abdullah ibn Mesudit është se ka qenë i nderuar, i respektuar në mesin e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa që Imam Dhahabiu i thot për to ka qenë faqihul umma. Ka qenë faqih, dietari i umetit. Ebu Musa al-Ashari, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot, nëse jo, e kam pyet diçka Ebu Musa thot, çish ka mundësi thot mu pyet dikush tjetër, kurse dietari i umetit Abdullah ibn Mesudi është prezant. Omeri me dijen e tij të madhe që e ka pas, edhe me mençurinë e rrallë, e ka ditë vlerën e Abdullah ibn Mesudit. Sa që kur e qënë në Irak, se Omeri e ka qënë në Irak Abdullah ibn Mesudin, se Abdullah ibn Mesudi pastaj në fund tjetës vetë dikun 17 vjet praktikisht jeton në Irak. Kur e qënë në Irak, i thot banorëve të Irakit, thot ja kum qua Ammar ibn Yasir emir, pris. Kurse ja kum qua Abdullah ibn Mesudin naqiban wa waziran. Përgjegjës fetar dhe ministër, domthonjë që i shikon çështjet e juve në aspektin e fesë. Pastaj thot një fjalë shumë të bukur Omeri radhiyallahu anhu në fund. Thot, ju kum dhon juve përparësi, lekad athartukum bi Abdillah ibn Mes'ud an nafsi. Thot, ju kum dhon juve përparësi me Abdullah ibn Mesudin ndaj vetës teme. Çfarë do mundja? Të mund Abdullah ibn Mesudin e kum pas që tu ngatën, s'kum pas çfarë me rrxhu hiç pe vetet. Po për shkak nevojës që e pash me çu dikant që ja vlente ju, ja vçova Abdullah ibn Mesudin edhe pse nuk e kisha dopje vetës teme. Ja dërgova Abdullah ibn Mesudin edhe ju thash juve përparësi ndaj vetës teme. Përndryshe unë e kisha pas nevojë me pas Abdullah ibn Mesudin gat. Për shkak dijes që e ka pas. Po ashtu një herë kalon Abdullah ibn Mesudi afër shokëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe në mesin e tyre është edhe Omeri radhiyallahu anhu. Dhe Omeri thot, kaloi thot pranë nesh thot një enë e mbushur me dije. Thot një enë e mbushur me dije. Gjithashtu është pyet Hudhaifja, shoku i njohur i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që cilin prej shokëve të pejgamberit me kishe përngjasu më shumë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Thot nuk kom pa thot mesin e krejt shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dikush që i përngjan pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sjelljen e tij, në fjalët e tij, në edukatën e tij, në udhëzimin e tij, sikurse Abdullah ibn Mesudi. Thot asnjë s'kom pa thot sikurse Abdullah ibn Mesudi. Një prej vlerave të shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është kur dëshmojnë shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për personin fjalë. Për arsye se secili prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka një pozitë të madhe të dëshmisë. Me dëshmu shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe me thonë kësi fjalë të mëdha për një sahabi, aludon që ka qenë kategori unike, e rrallë. Edhe që normalisht e rrallë edhe në mesin e shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me leje mo gjeneratave që vinë më vonë. Këto janë disa vlera të Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu, edhe pse normalisht se ajo që mund më flit për të është shumë e madhe dhe në shumë aspekte. Por, domethënë, çuçi kena bëu vazhdimisht këto jetëshkrimet jena mundu me përmend atë që është më e rëndësishme edhe inshallah më e dobishme. Kurse ajo pjesa e dytë e ligjëratës
definicioni ose definimi i personalitetit të Abdullah ibn Mesudit, që kena bo edhe për sahabit tjerë. Unë ju mendu shumë dhe e kum pa se Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, nëse dojmë i alon veç një titull ose veç një definim të personalitetit ti, kishmi thonën dija një jetën e Abdullah ibn Mesudit. Abdullah ibn Mesudi domethënë ka qenë i dalluar, i brimosur për dije me dije rreth dijes. Çdo sa në sillte ai rreth çësoj teme. Domethënë kjo ka qenë një cilësi e veçantë e Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu. Edhe pse ka qenë çu tregova, ka qenë pe shokët e pejgamberit sa domethënë zahid dije, ata janë kon shumica shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Trim gjithashtu. Atje në luftën e Bedrit, luftën e Uhudit, një prej atyre personave pe sahabive që ka nejt me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ky që është treguar me ka pas trupin e dopt, ka qenë megjithatë ka pas zemrën e fortë. Ka qenë një pyetje ka qenë Abdullah ibn Mesudi, që domethënë shumë prej shokëve pejgamberit janë shpartallu luftën e Uhudit, e dini, njëri prej atyre që ka qëndruar afër pejgamberit ka qenë Abdullah ibn Mesudi. Mirë po, nëse e shikon krejt historinë e tij, jetën e tij, e shef që dija e ai ka qenë pika kryesore. Mençuria, mohon, dija, mençuria, edhe pasimi i sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të trija ka qenë tipare të veçanta të Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu. Po i nisi pikë dy këtu në dy të fundit, për arsye se janë më të shkurta edhe pastaj po ndalen pak të e para. Sa i përket mençurisë, domthon kur themi na mençuri, mençuria është për qëllim dija e përzime me urtësi. Kjo është për qëllim. Mençuri kur themi është për qëllim dija e përzime me urtësi. Për arsye se me pas ka mos i dikush ka dije, ka informacione, ka domthon mëson përmend shumë sene, po nuk din ku me trajtu, nuk din ku me vendos, nuk din çysh me shtin punë e kështu me radhë. E Abdullah ibn Mesudi përveç që ka pasën dijen, e ka pasur edhe mençurinë. Por këtë arsye është llogaritën që është tregova prej njerëzve të mençur, një prej njerëzve të mençur të asaj kohe. Dhe një prej formave që tregon mençurinë Abdullah ibn Mesudit është ka shumë raste në jetën e tij. Është rasti kur ose dy raste përmendi. Rasti i parë është kur është fal mas Uthmanit në Mina. Kohën e haxhit. Uthmani radhiyallahu anhu ka po që në mesin e haxhive ka banor 3, njerëz 3, musliman 3 që kanë pranuar islamin. Edhe në vend me i fal ka 2 rekate që shfalet farzi, i ka falën ka 4. Se u tut ka thonë këta vinë tash në haxh, edhe shkojnë edhe më 1 vjet, 2 vjet, 10 vjet si shohin më muslimanët menojnë që namazi është ka 2, jo ka 4. Ata s'ka pas informacione, më thonë që po ti shkruaj ty, po ti jep edhe mirë me veti, s'ka pas kështu. Edhe Uthmani ka bu ijtihad, ka bu u mundu me gjetë një metodë të mirë dhe i ka falë 4 rekate. Abdullah ibn Mesudi kur u falë mas tina, dhe i ka falë 4 rekate. Normalisht. Pastaj kanë shkuar kanë vetë, kanë thonë çka ndodhi, çka u bë kjo punë kështu, mi falë 4 rekate. Thot vallai se ti u falë mas pejgamberit, e i kam falë 2. I falë mas Abu Bekrit edhe i kam falë 2. I falë mas Omerit edhe i kam falë 2. E tash u detyrova mi fal 4 mas Uthmanit, inshallah Zoti 2 mi pranon peshën e 4-ve. Pastaj thonë pse si thot diçka Uthmanit, thotë el khilafu shaf. Ka thonë nuk i thash se mos pajtimi është i keq. Përçarja është i keq, e keqe. Andaj e arsyetova me arsyen që e ka pas Uthmani, radhiyallahu anhu, që ai është tut për shkak të çati rastit, kështu që e arsyetova me çështje. Domthon këtu e shef, këtu vret dija edhe mençuria. Dija që e ka di ç'është as mesela, ç'është duhet, po mençuria që mos më bë sebeb që kjo më bë një fitnë më e madhe. Rasti i dytë hala më interesant. Kur Uthmani radhiyallahu anhu e ka mbledh Kur'anin, shedin i Mushafi Uthmanit që i themi ne. Në mesin e shokëve pejgamberit ka pas shok sahabi që e kanë shkruar Kur'anin vet. Edhe me Kur'an kanë shkruar edhe komentime të ndryshme që ata e kanë kuptuar Kur'anin. Uthmani, arsyeja pse e ka bë Kur'anin një ekzemplar, një kopje të njëjtë, ka qenë se kanë filluar njerëzit që kanë hitri në Islam me u përzi Kur'ani me fjalë të sahabëve. Mos me majtë mend tamam ç'është duhet, kanë filluar me debatu rreth këtyre gjërave.
kanë filluar me lexu lexime të ndryshme që kanë zbrit në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por që pastaj nuk kanë arrit mi kuptu njerëzit se kanë hi rishtazi trin islam. Edhe Uthmani e merr vendimin me ixhman, me konsenzusin e këtij shokëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që me mbledhën Kur'anin me një kopje, me një formë leximi që u kon forma e leximit korrekt, se ka pas disa forma të leximit Kur'anit. Forma të leximit, jo fjalë, po forma, mënyra të leximit. Abdullah ibn Mesudi e ka pas Kur'anin e vet. Dhe Uthmani ka dhënë urdhër që mi djeg këtë Kur'anat, kush ka Kur'ana të tjerë, mi djeg. Mirë që me met vetëm leximi i korrekt, vetëm çka leximi që është i njohur. Abdullah ibn Mesudi ka thonë çysh me djeg në një Kur'an që kum lexu para pejgamberit alayhis salam. Që ta kum lexu para tina, dhe pejgamberi sa çatë mënyrën, çatë formën e leximit, unë shqiptimit, shkronjave, shqiptimit fjalëve ma ka aprovu. Që shko mos i me djeg. Kështu që s'ka pranu me djeg. Mi po shqiqone shka do më thonë më konë njëri i menqër. Me pranu me djeg s'ka pranu, po nuk ka dalë edhe me ma qatë Koran edhe me dalë të njerëz me thonë që kjo është Kurani që faktikisht ju doni me lexu në gjithë formë, jo në çfarë formë që bëhet Uthmani. Këta ka rrit veç për vetë. Këta ka rrit veç për vetë. Edhe subhanallahu Kurani Abdullah ibn Mesudit është gjendën në shekullin fillim shekullit 4 të shtetit Fatimive në Egjipt. Domthon dije që janë konë jo musliman ata, e kanë pretenduar islamin, por s'kan qenë musliman. Edhe thuhet që e kanë rujt Kur'anin e Uthmanit me çto komentimet e tij, Kur'anin e Abdullah ibn Mesudit, në që me shfash para njerëzve dhe me shty njerëzve dyshimin në fe. Tani e kanë gjetë musliman këtë Kur'an dhe e kanë djeg më një herë se kjo ka qenë ixhmai i shokëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Konsenzusi i shokëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu e ka marrë këtë Kur'an për veti, e ka rujt për veti, siç ashtu e ka lexuar para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Domos ka pas çet me ndru këta. Bile ka thonë kur e kum lexuar, e ka thonë do fjalë interesant, ka thonë kur e kum lexuar që të Kur'an para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, disa prej atyre që tash janë të lexuar Kur'anin janë kon fëmijë hala. Mi po nuk ka dal pastaj me dal para njerëzve dhe me thonën që ky është ka mund leximi më i mirë. Pse? Muslimanët këtë kanë pas një mendim që Kur'ani që e ka vendosur Uthmani çaj është që ka më mirë mesën e shokëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Don këto dy raste që tregojnë mençurinë e tij. Kurse praktikimi i tij ose përkujdesi i tij ndaj sunetit pejgamberit ka shumë hadithe ose shumë transmetime prej tij. Një prej tyre është më i përhapuri edhe më i njohur për Abdullah ibn Mesudit kur kanë ardhur disa prej shokëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe i kanë kallëzuar se disa njerëz ju mbledhen në xhami edhe po bojnë dhikr bashkë me një zot. Subhanallah, subhanallah, subhanallah këtë bashkë. Elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillah këtë bashkë. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu këtë bashkë. Abdullah ibn Mesudi ka shku. Edhe i ka thonën. Atëne. Ka thonë hala teshat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk janë prisht, nuk janë vjetru. E hala ente ti nuk janë thy, nuk janë coptu. Kurse ju po qitni çështje të reja në fe, atë thonë Abdullah ibn Mesud. Po nuk jena të bu kur gjatë dhikrin ato bu. Të bu dhikr. Thot, a e ka bu këta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Që kjo është suneti. A e ka bu qita që të formë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? E jo se ka bu. Atëherë thot, ose ju, shënë sa bukur thot. Ose ju jeni ma ditër se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e që këta zgëzon me thonë kërkush, ose i kini qelë dyrët e dalalitit. Ose ju jeni ma ditër se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ose i kini qelë dyrët e devijimit. Pastaj ata thonë, o Abu Abdurrahman, se Abu Abdurrahman e ka pas kunjën dhe këtë kunjën e kalon pejgamberi alayhis salam. Ja kalon Abdullah ibn Mesudit. Thot kunja jote është Abu Abdurrahman. Thot o Abu Abdurrahman, nuk po dojmë, nuk kena dash me këtë vepër vetë se mirë. Prapë thot një rregull që është rregull e fesë, e sunetit, praktikimit sunetit. Thot wa kam min muridin lil khair lam yusibhu. E sa njëri që e don të mirë nuk ja çellon. Me marrë qëtë argument, nuk po dojmë veç mirë, atër se cili bashkë ka dush fe. Po kur thu, po dojmë mirë, du të me po qatë mirë na e ka bu pejgamberi alayhis salam.
Se përndryshe nuk ja qëllan. Edhe raste domethënë tjera të ndryshme. Kurse dia Abdullah ibn Mesudit është domethënë temë në veti. Është shkollë në veti, është universitet në veti, është fakultet, jo fakultet, është universitet. Se kur themi fakultet zakonisht mund të thonë një drejtim. Është universitet. Abdullah ibn Mesudi ka qenë dietar në fiqh, edhe fiqhu i Imam Ebu Hanifës, që është medhhebi Hanefi, në shumë mesele kthehet te Abdullah ibn Mesudi, sa i ka jetuar në Kufe. Ka qenë dietar në leximin e Kuranit, që është kira ose kiraat që i thojnë. Ka qenë dietar, domthonë dietarë kanë për qëllim kolos që nuk i afrohet kurkush. Ka qenë dietar në tefsir, edhe ka qenë dietar një pi dijeve më trona, edhe sot edhe atëherë, trashëgimi islame. Domthonë temat më trona që ka mundësi mu trajtu, domthonë në ato Abdullah ibn Mesudi nuk ka qenë veç që ka marrë pjesë, por ka qenë koka. Edhe është interesant dashur vëllazni, te përhapja e dijes Abdullah ibn Mesudit, është interesant shumë që Abdullah ibn Mesudi që është treguar, që veçori që ja ka dhënë Zoti, e ka vrejt qasën e tij me dijen që e ka marrë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Edhe e ka shfrytzuar maksimum, dhe ky ka qenë projekti i tij i jetës. Dhe kjo është më e mira dashur vëllazni, na kena tregu. Nuk është veç një rrugë që ti thu, veç dia edhe s'ka rrugë tjetër. Jo, dikujt na lehtësohet dia, dikujt na lehtësohet punë tjera të Islamit, dikujt na lehtësohet sadaka, dikujt na lehtësohet sakrifica në rrugt të Allahut, dikujt na lehtësohet, domthonë dyrë ndryshme, me bu njeri me ditë, që aty ku e ka mas leti, me fitu xhenetin, që aty duhet më fokusu mas shumë ti. Dikush ibadeti për shembull, s'ka shumë kapacitet, Allah si ka dhënë shumë kapacitet për dije, po ka vullnet, ka forcë me bë dhikr, me bë istikfar, me bë tesbih, me fal namaz nafile. Ti çtu graj. Çta mos e lëshoti nëse e ki çta mundësi më të mirë. Dikush nuk i ka as çto, po e ka sadakën. Allah ja ka lehtësu, më kon bujar, edhe i ka dhënë pasuri. Mos e lësho që derë. Mos e lësho se çka dera është për dyrve që mund me çu në xhenet. E Abdullah ibn Mesudi sikur e ka vrejt që e veçanta e tij ka qenë sa ai ka qenë i lidhur për diturinë shumë. Po këtë arsye, jo vetëm që ka pas dije dashur vllazni, po ka pas mexhlise dijes më të mëdha të asaj kohës. Edhe në qytete tjera të shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Saqë gjithë shokët e pejgamberit, gjithë nxënësit e Abdullah ibn Mesudit dashur vllazni, që nuk kanë ndodhur te sahabit tjerë, përveç te Zeid ibn Thabit edhe te Aliu deri dikon, gjithë shokët nxënësit më dallum të Mesudit janë bërë dietar më të mëdhaj të kohës. I ka pas din 60 nxënësa që janë konën nxënësa, jo domethënë veç me marr pjesë me xhes, jo, nxënësa që janë tu përgatit me qenë kuadro. E 6 prej tyre e kanë marrë dijen komplet në atë vend, edhe për çdo mesele dija u sill rreth 76 nxënësave të Abdullah ibn Mesudit. Mesruki, njëri prej tyre, Abide, tjetri, pastaj kam të shënum do këtë emrat. Po, Eswedi, Alqame, i pari, Alqame ka qenë i njohur shumë, Ebu Mejsera, edhe Harith ibn Qaisi, po ashtu ka qenë edhe nxënësi i tij edhe Shurejh el-Qadi. Shurejh el-Qadi, ja keni dëgjuar zonin, ka qenë një prej kadive, prej gjykatësve më të mahnitshëm në këtë botën. Jo vetëm botën e muslimanëve, por në këtë botën, ka qenë një prej gjykatësve më të çuditshëm në këtë botën. Edhe ky ka qenë njëri prej nxënësave të Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu. Saqë Ibn Medini, një prej dietarëve të hadithit, thotë nuk ka pas në mesin e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sahabi që është ruaj dija e tyre prej talebeve, që i ka shtu kujdes të madh talebeve që me ruaj dijen e tyre, përveç Abdullah ibn Mesudi, Zeid ibn Thabit edhe Ibn Abbasi. Aliu se ka përmend se si duket, Aliu ka qenë më poshtë, edhe pse Aliu ka pas nxënësa që i ka mësuar tamam domthon, po Abdullah ibn Mesudi ka qenë në koka e këtyre. Andaj personaliteti i Abdullah ibn Mesudit shihet këtë pikë dashur vllazni. Shumicën e kohës e ka kaluar në xhami, tu i mësu ose dikush ka ardhur me lexu formën e leximit, mënyrës ja ka kallëzuar çish me lexu,
ose dikush ka ardhur tefsir me vet, ose në fik, ose në trashëgimi që kallzova. Edhe ky ka qenë projekti i Abdullah Mesudit radhiyallahu anhu. Për këtë arsye ka qenë një prej dietarëve të sahabeve, po veçuria e dytë, mos e harroni veçurinë e dytë. Veçuria e dytë ka qenë se kalon nxënësa që ju bë dietarë të më të mëdhtë të kohës. Se kjo vlerë e dietarët dashullazni. Do von Allah ja mundson dikujt në dietarë më kon me pas dije shumë, po se ja mundson këtë dytë ndoshta. Për shembull, pse dia Imam Ebu Hanifës, Shafiut, Malikut, Ahmedit të shkruar është rujtur dhe ata janë bëj imam? Për shka? Ha? Në kohën e tyre ka qenë shumë dietar i madh Euzaiu në Sham. Ibn Taymija thot problemi ajo far belaja e Euzaiut të konë që s'ka pas nxënësa që e shkruajnë dinën e tina. Edhe kanë me disa mesele që ju përmend Betia, kurse ka qenë kodra e dijes në këtë Shamin. Edhe kanë me disa mesele dhe s'ka pas më shumë. Kurse Ebu Hanifja, Imam Ebu Hanifja, këto tjerë kanë pas nxënësa që i kanë net gati, e kanë shkruar dhe kanë përhap dinën e tyre, pastaj është përhap. Kjo është bereqeti i dytë. Bereqeti i parë është Allah me dhon dije, me përhap mesin e njerëzve, bereqeti i dytë është me pas dikush që e shpërndat dijen tonë. Abdullah Mesudi i ka pas të dyjat. Edhe dijen e shumt, po edhe nxënësa dallum që ç'është tregova ju mbo elita kryesore e gjeneratës mas sahabe, gjeneratës tabiinëve, kanë qenë nxënësat e Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu. Kjo është ajo që po ta çef me nda me juve lidhe me këtë sahabit të ndershëm. Ka vdekë në Medinë vitin 35 ose 33, ka diskutim të dietarët, prafërsisht 63 vjet kur i ka bë, dhe është varros në varrezat e Beqijes, atje ku janë varrosur shumica sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allahu na bashkoft me këtë sahabi dhe gjithë sahabit e pejgamberit alayhis salam në xhenetin Firdaus, e gjithashtu edhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.